بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Allahun Azza wa Jalla lavdërojmë, ata falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtje te Allahu Azza wa Jalla nga të këqijat e shpirtave dhe veprave tona, ata të cilën e udhëzon Allahu me mirësinë dhe urtësinë e tij nuk ka kush që humb, ndërsa ata të cilën e lën në humbje me drejtsinë e tij nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok. Edhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut azza wa jall qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Kjo do të jetë ligjërata e parë, faktikisht në muajin Ramazan, që ka qenë në parapam me qenë mas akşamit, mirë po tash e kem ndruar orarin e kena bë mas ikindije, do të bëjmë tash ka qenë të hënë dhe të mërkurën, do të bëjmë të martën dhe të shtunën, do më thonë mas ikindije, dhe ligjërata e shtunës do të jetë vazhdim i ligjëratës të mërkurës para Ramazanit, kur kemi filluar me shpjeguar librin 3 parimet apo 3 pyetjet e varrit, se që do të pyetëm se cilë prej njeve kush është Zoti jon, cila është feja jon dhe kush është pejgamberi ynë, e që kemi folur në lidhje me këtë temë, sidomos me pjesën e parë se kush është Zoti jon. Jemi tash duke shpjeguar pjesën e dytë se cila është feja jon, edhe kemi filluar me shpjeguar hadithin e Gjibrilit, kur është pyetur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se çka është Islami, çka është imani, çka është ihsani, edhe në ligjëratat e kaluara kemi shpjeguar në lidhje me kushtet e Islamit, 5 kushtet e Islamit për shahadetin, namazin, zakatin, agjërimin e Ramazanit edhe shkurin hax, ndërsa në ligjëratën e kaluar më konkretisht kemi filluar me shpjeguar 6 kushtet e imanit. Ajo është me besu në Allahun azza wa jall, në melaqet e tij, në librat e tij, në pejgamberët e tij, në ditën e gjykimit dhe në përcaktimet kaderet e Allahut azza wa jall, qofshin ato të mira apo të këqija për neve. Realisht i kemi kryer 3 të parat, besimin në Allahun azza wa jall, edhe pse kemi thonë shkotëmisht, ka se realisht besimi në Allahun azza wa jall është vetëm pjesa e parë e librit, se kush është Zoti jon. Jemi fokusuar më tepër me treguar për melaqet, me treguar për domethënë librat e shenjta. E sot do të vazhdojmë me lejen e Allahut azza wa jall me fol në lidhje me pejgamberët, ditën e gjykimit dhe kaderën, edhe pse realisht këto nuk përmbledhen në ligjërate, mirë po përderisa është natyra e librit të tillë, do të mundohemi shkurtimisht ato që janë bazike me i përmend, që të jenë një rikujtim për neve se çfarë duhet me pas konsiderat njeriu kur thot po besojmë Zotin, po besojmë me laqet e tij, po besojmë në librat e tij, po besojmë pejgamberët e tij kështu më radhë. Te çështja e pejgamberëve se çfarë duhet me pas konsiderat njeriu te pejgamberët, fillimisht duhet me kuptuar se pejgamberët janë njerëz të zgjedhur të Allahu azza wa jall, cilët i ka zgjedhur prej krejt krijesave dhe i ka bërë një hallk e cila na lidh me krijuesin, që thjesht nuk ka mundësi njeriu me arrit me kuptu plotësisht dhe me adhurue ashtu siç e meriton Allahu azza wa jall vetëm përmes rrugës së pejgamberëve. Pra thjesht duhet me kuptu se njerëzit më të mirë mbi sipërfaqe të tokës
janë pejgamberët e Allahut Azza wa Jall, edhe kjo mirësi e tyre lidhet me çështjen e asaj se janë njerëzit më të devotshëm, janë njerëzit më të sinqert, janë njerëzit më besnik e domethënë çështje që njerëzit i llogaritin që janë vlerat të njerëzit e këto vlera i kanë përmbledhur domethënë pejgamberët e Allahut Azza wa Jall dhe janë të përzgjedhur e tyre e Allahut Azza wa Jall. Kjo është pika e parë që duhet me pas konsiderat. Pikën e dytë që duhet me pas konsiderat te pejgamberët është se shkalla pejgamberllëkut nuk është shkallë e cila arrihet me vetë dëshirë. Nuk është shkallë e cila arritet njeriu me meditime, me vetmime, me filozofia të ndryshme që thjesht në farforme njeriu i përkushtohet kësaj gjendje edhe ka mundësi me arrit gradën e pejgamberëve. Jo, nuk është ashtu. Thjesht pejgamberët janë njerëz të zgjedhur të Allahut Azza wa Jall, që faktikisht dëshira e Allahut Azza wa Jall dhe vullneti i tij ka qenë që me zgjedhë ata persona për pejgamber. Jo pse ata janë përgatitur me meditime, me vetmime, gjëra të ndryshme që njerëzit mendojnë se përmes tyre, domethënë ka mundësi me arrit atë gradën e pejgamberëve. Pra thjesht është kryekput vullnet dhe dëshirë e Allahut Azza wa Jall. Mirë po, edhe pse janë njerëzit më të mirë mbi sipërfaqen e tokës, edhe pse është zgjedhje kryekput nga Allahu Azza wa Jall, e dina se pejgamberët prap nuk janë diçka jashtë njerëzorës. Domethënë janë që them ne nga mishi dhe gjaku, përveç Ademit i cili ka lindur pa babë dhe pa nonë, Havës e cila ka lindur pa nonë, Isës i cili ka lindur pa babë, realisht gjithë pejgamberët tjerë, domethënë janë proces natyrshëm, kanë lindur prej babës dhe prej nonës dhe hajnë si çdo njeri normal, edhe ecin domethënë në tokë, përzihen me njerëz, nga aspekti njerëzor nuk janë diçka krijesa jashtëtoksore, po janë njerëz si na, përveç se Allahu Azza wa Jall i ka përzgjedhur dhe ka graduar dhe i ka bërë pejgamber. Çështja tjetër që duhet me ditë është se janë numri i madh i tyre. Domethënë Kurani janë përmend shumë pak me emra, janë përmend dikon vetëm 25 pejgamber, mirë po kanë ardhur në hadithe domethënë se janë dikon 124.000 pejgamber, edhe pse domethënë në gjuhën arabe domethënë quhet nebi edhe rasul, e që nebi është një grad pak më e ulët se rasulit, se realisht to e ndallimi edhe pse në gjuhën shqipe të dytë për neve them pejgamber edhe për nebi edhe për rasul pejgamber, mirë po dietarët kur i kanë domethënë folur për dallimin mes tyre kanë thonë nebi është ai i cili është dërguar domethënë te një popull i caktuar, edhe nëse kanë qenë kundërshtar pejgamberllëkut, mirë po nuk kanë ardhur me një jurisprudencë të re, nuk kanë ardhur me një shariat të ri. Ndërsa rasul janë një grad më e lartë, të cilët janë dërguar te njerëzit të cilët thjesht kanë devijuar dhe kanë kundërshtuar mësimet hyjnore, mirë po përveç kësaj kanë pasur diçka të veçantë edhe kanë qenë domethënë të dërguar me shariat dhe me jurisprudencë edhe me dispozita të veçanta, siç ka qenë domethënë Ibrahimi, Nuhi, Musa, Isa, pejgamberi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse thash 124.000 këta nebi, edhe ka ardhur hadithe se ka fjalë rreth tyre, një 313 janë domethënë rasul. Masandej pe tyre gjithë pejgamberëve më të zgjedhur të pejgamberëve janë 5. Është Nuhi, është Ibrahimi, është Musa, është Isa dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E pe këtyre 5-ve më të zgjedhurit janë Ibrahimi, masandej Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E pe gjithë këtyre masandej është pejgamberi jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Po them, po shkoj shumë shkurtimisht me i tregua se nuk është qëllimi me hin detaje dhe me bisedu në lidhje domethënë me çdo gjë që ka të bëjë me pejgamberët, mirë po përderisa i ka cekur kur e ka prezantuar autori Islamin, ka thonë Islami është ajo që ka në hadithin e Xhibrilit, kjo është Islami, kjo është imani, kjo është ihsani kështu me radhë, edhe po flas për secilin prej kushteve të tyre. E kjo është shkurtimisht se përket çështjes së pejgamberëve. Masandej kalojmë në kushtin tjetër është me besu
në ditën e gjykimit, e kjo mas andej ndohet në 3 etapa: jeta në varreza, jeta pasi që të ringjallemi deri të hyjmë në xhenet, edhe pjesa e tretë është, domethënë njeriu pasi që të hyjë në xhenet. E çka duhet me ditë në lidhje me këto? Fillimisht është ajo stacioni i parë, njeriu pasi që të vdes, jeta në varreza, e cila është kalimi pe kësaj bote në botën tjetër, me dërzu njeriu shpirtin te Allahu Azza wa Jall, që nuk është proces i lehtë, se kësajna i paraprin, domethënë disa vujtje, a disa agonite të cilat janë jo të lehta, nga se pe këtyre s'ka shpëtuar as pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se në momentet e fundit të jetës së tij, domethënë prej vështirësive fonte dorën në ujë dhe e freskante veten dhe ke inna lil mauti la sakarat, la ilaha illa Allah, inna lil mauti la sakarat. Me të vërtetë vdekja pas ka vështirësi. Mirë, po këto janë agonitë e vdekjes, domethënë vështirësitë para se me vdek, nga se ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se dorëzimi i shpirtit për besimtarin është shumë i lehtë, ndërsa për jo besimtarin është e kundërta. Nga se ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, domethënë që shpirti besimtarit del si një pikë e ujit e cila del prej një ane e cila domethënë e qet ujit prej saj. Ndërsa ka ardhur në hadith vërtet se shpirti jo besimtarit, domethënë kur më vjen momenti më ju marr shpirti, thjesht ai domethënë shpërndahet në këtë trupin e tina, edhe është vështirë për të më nxjerrë si me shti një hekur i cili ka gjemba në një lesh të lagur edhe me tërhjek. Pra mendoj se sa është vështirë domethënë me tërhjek edhe sa ka mundësi me tërhjek domethënë prej leshit të lagur e kështu me radhë, as si vështirësi e kam pas rrugë në Zot domethënë ai i cili nuk është besimtar. Mirë, po jeta e varrezave është pasi që të vdes derisa të ringjallemi. Mirë, po dietarët e cekun një rregull që mi kuptu gjërat, se disa gjëra që ndodhin domethënë në jetën e varrezave për neve ndoshta ka mundësi më duk pak logjikshme, edhe pse kanë ardhur në parajete edhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam apo ajet që ndodh pas ringjalljes. Mirë, po dietarët e cekun një rregull që i sqaron pak gjërat që mi kuptu se dësa janë realitetet të ndryshme që nuk duhet me i krahasu. E thojnë shpirti me trupin i ka 5 lidhje. Lidhja e parë është kur është domethënë në barkun e nonës, mase që të bëhen 4 muaj, që shkon hadithin e Abdullah ibn Mas'udit, edhe dërgohet me laçe me afut domethënë shpirtin asaj foshnje të vogël, e thjesht jeta në barkun e nonës nuk krahasohet me jetën që është në këtë dunja. Ajo lidhja e parë e shpirtit me trupin është sa është në barkun e nonës, që ato ligjet që ekzistojnë aty nuk vlejnë për ligjet që janë mase që të lindë. Mas andaj është lidhja e dytë, kur vjen njeriu dhe lind këtë dunja, e që tash jemi duke përjetuar një jetë të tillë, dhe kjo lidhje e shpirtit me trupin. Lidhja e tretë është lidhja e shpirtit me trupin kur është njeriu në gjumë, që faktikisht që jetojmë na është gjysdeke, që ke pa njeriu o thënë, shkan, bejesaja, ka herë ndjen, ju vetëm mënyrë emocionale, por realisht kur qohet nështë ta mund me pa dhe gjurmë të atij përjetimit, që realisht janë disa ligje që nuk i nështrohen jetës, domethënë të kësaj bote. E qofse ke mujt me i kuptu se as të njëra pe këtyne 3 jetëve, që realisht na i shohim këtë botë, qoftë fëmis në barkë nonës, qoftë nëse jem gjallë, qoftë ajo domethënë kur është njeriu në gjumë, as të njëra prej tyre nuk i kanë ligjet e njëjta se si funksionojnë. Atëherë kena e bën me më të lehtë me kuptu se edhe jeta e varrezave, edhe pse ka me pas lidhshmëri mes trupit edhe shpirtit, nuk do të thonë që duhet me nështru ligjeve të jetës tonë, apo nesër në ditën e gjykimit kur do të ringjallemi, pra thjesht përderisa mështisat tona për asaj që e dim dhe shohim që ka dallime mes këtyre etapave të jetës, atëherë do të kuptojmë se edhe ajo që do të vjen do të ketë dallime. Jeta e varreza i ka 2 çështje. Çështjen e parë ka që i kanë thënë plot sual më bë, me u marrë në pyetje, e që këtë libri është i ngritur mbi qët sualin
kur kanë me ardha të dy melaqe, Munker wa Nakir, ka në hadith vërtet pejgamberi sa sa kështu të kanë emrin. E kanë me pyet se kush është Zoti jot, cila është feja jote, edhe kush është pejgamberi jot, e nëse është besimtar e jep përgjigjen e saktë. Edhe pa hezitim, runa Zot, nëse nuk është e tillë, ku më thonë ha la adri sami'tu an-nasa yaqulun fa qult ha nuk e di, kam dëgjuar njerëz duke thonë edhe po them. E nëse dështon këto, faktikisht ajo që të vjen pasojnë do të ketë më keq, ndërsa për besimtarin është domethënë begatia që do të jetë në varreza, që thjesht do t'i hapet një derë prej xhenetit, do t'i shtrohet prej xhenetit, do t'i vjen në aromë prej xhenetit e kështu me radhë, ndërsa runa Zot nëse ke dështuar me dhon këto përgjigje pas dënimin në jetën e varrezave, e që ka në hadith vërtet pejgamberi sa se i hapet një derë prej xhenemit, e vjen prej nxehtet të xhenemit edhe prej erës të keqe të xhenemit, edhe ka në hadithe se i ngushtohet varri atij personi sa që edhe brit i hinë dhe më thonë njërën e tjetërën, e tash që se thu qysh brit e me qelë vorën, na e shohëm se gjenoza që ashtu qysh o kena vorës ka qenë, veç këtheu që ato që e thash nuk dhe më thonë që dhe më thonë ligjet e kësoj bote vlenë edhe për jetën e varrezave, kjo me në esharu. Mirë po, ka orë në hadithet vërtetat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se njeriu ka sebepe pse dënohet edhe nëse ka mundësi me qenë besimtar, dhe më thonë jetën varrezave, e ka mundësi edhe vepër me baqe me shpëtu pej dënimit të varrit, ka ardhë, dhe më thonë, kur ka kaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të dy varre, edhe ka thonë se këta dy po dënohen në jetën varreza, edhe ka thonë nuk po dënohen për diçka që është e madhe. Pra vetë është e madhe, po ata se kanë arritur që është e madhe, thotë njëri prej tyre nuk është kujdesur gjatë urinimit me mbajt pastërti, e tjetri ka bart fjalë. Ka në hadith tjetër të vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se e shumta e atyre njerëzve që dënohen në jetën varreza është pikërisht nga mos pastërtia në lidhje me urinimin. Pra të thjesht dietarët dhe më thonë në librin e pastërtisë i kushtojnë shumë rëndësi kësaj pune që me pas kujdes njerëzit se faktikisht këto janë tri tabore, ose njerëz që janë vezveseli të puna e pastërtisë, mas kryerjes së nevoja fiziologjike që nuk duhet me kon, ose runa Zot janë ata që faktikisht janë pa përfillshëm, edhe se kanë dert hiç, e që shpesh në më thonë kjo kulturë jo islame ka filluar me hirat e muslimanët, e që nuk duhet me kon thash se është sebepeve kryesore mu dënu në jetën e varrezave, e duhet njeriu mesatar me u kujdes për pastërtinë dhe më personale, sidomos gjatë kryerjes së nevoja fiziologjike, mirë po, mos me kalua deri në vezvese. Kjo është vetëm një mëkat edhe përgojimi mëkat tjetër, mirë po ka në hadithat tjetër edhe të vërtetat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se një njeriu i çohet koka. Është hadithi gjatë, e ka thonë është ai i cili Zoti ka dhënë Kur'anin, as nuk lexon natën, as nuk punon me të ditën. Ka një transmetim se domethënë ja ka dhënë Zoti Kur'anin, mirë po nuk i fal namazet farze. Ka një hadith tjetër që faktikisht në njeriu i çohet goja në dy ant. Thotë thjesht e bën një fjalë, një gënjeshtër e përhap, edhe faktikisht e merr që e thëmë na e merr dheun. E për atë duhet me pas konsiderat njeriu sidomos këtë kohën bashkëkohore, domethënë këto rrjetet sociale me pas kujdes çka po domethënë shpërndan, a është e vërtetë që ai lajm apo nuk është e vërtetë se faktikisht ka rrezik me një hadith. Ka një hadith tjetër vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se disa njerëz kanë mu dënuar si në furr, që dënuar njerëz kur është pyetur ka thonë janë ata që bëjnë zina, e ka cekur ata që hajnë kamate, kështu më radh faktikisht mëkate të ndryshme që janë sebepe që njeriu më u dënuar në jetën varreza para se marrë dhe më thonë jeta e ringjalljes. Edhe pse ka të në vepra të mira që njeriu për mesyri ka mundësi me shpëtua dhe më thonë jetës dhe më thonë dënimit në varreza, për i tyre shahid lëku është dhe më thonë puna me madhe, nëse ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se shahidi ka disa beqëri, njëra për i tyre se shpëtën për dënimit të varrit me lexu surën Tabaraka, dhe më thonë paras me fjet e gjërat të ndryshme.
edhe jeta në varreza vazhdon derisa nuk të fryhet në surr. Është një melaçe, e ka emrin Mikail, është një melaçe më të mëdha, ajo është obliguar me fry surr 2 herë. Një herë me fry surr me i dhanë në fund botës, e herën e dytë me fry surr me u ringjall krejt. Këtë ta që kanë vdek, që janë jetën varreza, me dalë prej tokës, e ka në hadithe të vërteta pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ko do të ringjallen, ata do të ringjallen edhe të zhveshur, edhe këmzbathur, bile ka ardhët e të babam synet, që i bie që faktikisht keme ardhë në murin gjallë si atë ditë që i janë këtë botë që me të regu se ki njëjti person që jenë këtë dënjo, i njëjti keme murin gjallë nesër në ditë në gjykimit, e masëndej kanë ardhë hadithe se i pare që do të veshët, këme qenë Ibrahimi, masëndej ka në hadith pejgamberi Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, e ka në hadith masëndej ka thonë Aisha radhiyallahu ta'ala anha, ja Rasulullah skëshyrin njerëz në tjetër da, mase ketin la karëç, ka thonë o ja ishe ditë këme kanë puna, dhe më thonë shumë me e vështirë, lahtari shumë me madhe që mi mëranë në lërmen një në tjetërin me e këqyrë. E masëndej ka ardhë në hadith që këmë ardhë djelin bi kokat e njerëzve, e kanë më zhyt njerëz në djerës, edhe dikush dhe më thonë dhe i të zëjt e komës, disa dhe i të gjojnët, disa deri në brez, disa deri në fët, e disa thjesht dënë me i mbyt uj, edhe me u mbyt në uj të djerzve të ti, këtë këto në varësish për veprave të tyre, derisa thjesht njerëzit do të qëndrojnë kod gjatë e do të shkojnë të Ibrahimi a.s. E do të shkojnë të Nuhi, e do të shkojnë të Musa, e do të shkojnë të Isa, të secili prej këtyre pejgamberëve me prit prej tyre që me bash shefat, me ndërmjetësu që Zoti veç më janis llogaridhënies, veç me dal prej atij gazepit. Secili prej tyre thjesht tërheqet edhe gjen arsye për ndonjë mëkat që e ka bën këtë dunjë, domethënë përveç domethënë Isës që thjesht kërkon që mu largu për kësaj detyre mirë, po nuk cek ndonjë mëkat domethënë të tij. E masandej vjen punat e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shkon edhe bën sejdë nën arsh të Allahut azza wa jall, edhe thjesht e falendron dhe madhron Allahun, thot me disa lutje që asot këtë botë nuk i di. Derisa më thuhet, ngrit e kokën e Muhammed, lip ka mu të jap ndërmjetësa se ku mu të pranu ndërmjetësimi, edhe ndërmjetësan që vetëm me fillue, dhe me thonë llogari dhenja, e aty fillon masëndej llogari dhenja, që se cili prej neve ku me u vetë mu me Zotin e tina, edhe kë me na u përmend mëkatet që i dim e që si dim, mëkatet që i kemi harruar, edhe thjesht dikush prej neve e lusim Allah në zëllë që t'jem për i tyre, që faktikisht ka më në thonë, a ke bo filan mëkatin, filan venin, e ti keme thonë po, a ke bo filan mëkatin, filan venin, ti keme thonë po, e dikuna prej njerëzve ka thonë, ku mi thonë Allah azër, ashtu si shti kam falur në këtë botë, që shti kam mbuluar në këtë botë, po t'i fali, edhe sot e lusim Allah në zëvjet që të në bëm për i tyre, vetëm me kuptuë se sa është mëkati i keq, edhe për pasojave të mëkatit s'ku me shpëtu kërkosh, edhe nëse ndjen njeriu madhrinë ndaj Allahut azza wa jall. Tash po du me bëni krahasim edhe pse janë gjërat pa krahasueshme, nëse keni njëri për çefe, qoftë ai prind apo hoxh apo çka do që ti thjesht respekton këtë dynjë, edhe me i ditaj mëkatet tua, atë çka bën. Qysh e kishë ndje veten sa i turprum dhe i marrum ishte një paratina. E ti para mendo tash secili prej neve kena mu taku me Zotin ton, edhe në mënyrë të veçantë secilin, jo edhe nëse ka me kon me miliona, miliarda, triliona njerëz. Allahu ku mu veçun me secilin njeri, edhe me secilin ku mi diskutu mëkatet e tina. Edhe nëse ku me ti fal. Ku me thonë, a se ke bo filan mëkate filan ditën kështot. Pra të thjesht, dhe më thonë njeriu që ndjen madhrinë e Allahut azza wa jall, vetëm kë, dhe më thonë, kë marrë dhe kë turp që kena me dalë për Allahut azza wa jall, kish me na mjaftua që thjesht me pas kujdes edhe me mendu 100 herë kur dojnë me bani mëkat, a me bëhat mëkat, a mos me bëse kena mu taku me Allahun azza wa jall, edhe kena me dhonë
përgjithësi. Masandena, ka ardhur kur kryhet çështja e llogaridhënies, të llogaridhënieve që këtë po duam të tregojmë. Të llogaridhënia vëllezër të nderuar, njeriu llogaritet për veprat që i ka bë, ku me pas çështjen me i qiru hesapet me njerëz, ku ne i ka hin hak, ose m'ja marr sevapet, ose m'ja dhon gjinohet. Domthon që shtu është ajo, tregtia ditës, ku me pas parë dhe pasuri. Ose kanë me t'i marrë njerëz sevapet, ose kanë me t'i ngarku gjinohet, edhe kjo është e dyta, edhe e treta është ato që ti ke kon sebeb që faktikisht njerëz pas teje me i pasu veprat tua, qoftë për të mirë apo për të keq. Pra, kemi llogarit për veprat tua direkt, kemi mu të ngarku ase kanë me të marrë sevapet për shkak se ju ke hi njerëzve në hak. Edhe treta, kemi llogarit për gjërat që ti e kon sebeb i tyre edhe pse ti ke vdek. Qoftë ato veprat mira që i ke nis, një vlat hajrit, jep sadaka për ty, një vlat hajrit, bën haxh për ty, një vlat hajrit, ta gjëran për ty, po tham vetëm këto që kanë ardhur tres në hadithe, s'po du mu zhenue me lexu Kur'anin kështu me radhë, se faktikisht pras një prej këtyre s'ka argumente. Mirë, por unë me Zot edhe në anën tjetër për çdo mëkat që ti e ke nis, e kon sebeb i sajna, e njerëz kanë me të pasu në të, edhe pse ti ke me vdekë, kur fakt natësie s'ke pas më në varr. Apo nesër ditën e gjykimit kemi filluar dhe kemi llogaridhën edhe për atë punë, pra thjesht duhet me pas edhe këtë çështje shumë kujdes, e masandej faktikisht pasi të kryhet kjo fillon masi prezantimit e llogaridhënies, domethënë me umat senet, edhe është një peshore shumë e sakt, shumë precize, që edhe qetë e tokën me qitë aty kanë më matë se lima veprat e insanit. Ato njerëzit kanë me pas në me kanë 3 llojesh, njerëzit që faktikisht punët e mira ja mujnë punëve të këqija edhe ai shpëton me lejen e Allahut azza wa jalla dhe rahmetin e tij. Njerëzit të cilët runa Zot ja mujnë punët e këqija punëve të mira. E që realisht thash është peshoje shumë precize, shumë e sakt, që ndoshta për pak mundesh me shpëtu, apo për pak runa Zot mu dënu. E prat, zakonisht dhe kjo do të me pas në gjenë njeriu sari të shkon mendja për mëkat. A ka mundësi runa Zot çaj gjëna që jem të bë, ka mundësi që ky është ai mëkati se ajo lkura e leprët që Tarzan devën. A ka mundësi bakia që ky është ai mëkati që runa Zot shpëton, apo runa Zot edhe domethënë anë peshoja ka mëkatet edhe kimu dënue, edhe kanë me qenë pjesë e kategoria tretë e njerëzve, sa të jenë të barabartë, domethënë që quhen ashabul a'raf, është një kodrin mes xhenetit dhe xhehenamit, ato do të presin, do të shohin edhe xhenetlit që shën xhenet tu kënaq, mirë po kanë pa edhe xhenemlit që shën të dënu, e kanë me lut Zotit o Zot, domethënë mos na bëj aty që dënohen. Ama alesim të ditë ka përshkojnë e çka ku bë me ta. Edhe pse ka ardhur domethënë masandej në jetë kuranore se faktikisht përfundimi i tyre ku me qenë domethënë xheneti. Masandej kur të kryhet kjo është sirati. Sirati është urë primi në xhenem, se mas xhenemit është xheneti. Është urë të cilën ata që pa besimtar nuk kanë nevojë me kalu hiç, se ata binë me herë shkojnë aty direkt. Këtu kalojnë vetëm besimtarët, ata edhe qofshin mëkatar, apo edhe munafikat që pretendojnë se janë musliman. E ka në hadith vërtet që është më empret se qimja edhe më empret se shpata. E këtu njerëzit kalojnë në varësisht me dritën apo me shpejtësinë. Nga se realisht para siratit ka me qenë terr, edhe ato që e thëmë terr burg, e kanë me ardhë që kësë sirati, e në varësisht njeriu çfarë vepra, çfarë imani, ku me pas dritë, ku me pas njeri dritë, që faktikisht sa kodra, që thjesht që ku me ndriçu krejt horizonti, edhe shumë me lehtësi ku me kalu atë urë, ku me pas dikush dritë më të vogël, derisa ka ardhur ku me pas një dritë në gishtin e madh të kamës, që herë i shuhet, herë i dhezet.
Pra mendoj tash domthon të ecë, çaq holla e hur, po fundi e ki xhenemin, edhe keni dritë herë po të nalet po të shukët, kur të dhezet det me bani hap, kur të nalet domthon me pas kujdes se ka mundësi që ato dhe bjen. Kesa i përket dritës, në anën tjetër e kem shpejtësinë, ka në hadith e vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se disa e kalojnë ato, domethënë si vetetima, masën e ka ardhur domethënë si një kalars me kale, si kalars me deve, dikush si të ecë, të vrapua, dikush të ecë, e dikush të duke u zvarrit, e dikon se kjo sirati ka dëgrepa që faktikisht i ngrehin njerëz varësisht prej punëve të tyre, domethënë ata që janë munafika, i ngrej dhe binë se kanë prezentuar islamin në zemrat e tyre, kanë shef diçka tjetër, mirë po ka mundësi edhe njerëz për mëkatet e tyre, realisht me u dënue edhe me ra aty, e për atë thojnë djetarët, masëmen sirat njerëzit të jenë tri lloj. Ata që kanë shpëtu, që i thojmë na pa therë në kom, asë qenë domethënë hiç gërvish prej atyne domethënë grepave, njerëz që kanë me shpëtu, ama kanë me dalë të grithër, e disa kanë ardhur ndoshta të copat mishit, rune zot kanë më hjek, e kam pas për tyre që faktikisht ata grepa kanë me hedh, domethënë zjarr të xhenemit, qofse janë munafika të kolluar, kanë me mbet përgjithmonë, e rune zot qofse janë domethënë besimtar mëkatar, do të dënohen për një periudhë caktuar, e përfundimi i tyre është xheneti, e para se me hinë xhenet është edhe një urë, i thojnë kantara, e që kjo urë, masanina thojnë djetarët, nuk është ma që me të ushtu se vapet, ose me të paksu gjinohet, po është urë që një farforme mu pastruhe pej disa nga tresave, disa gjelëzive që i ka njëri me tjetrin, që kur të hinë ma në gjenet, mu halashtis edhe mos me pas ma, dhe më thonë njeri ju kur hinë gjenet, ma as zili, as mëri, as kurgjë për njëri tjetrin, nga se dhe të hinë me zemra të postërta, as mendimasi, as kurgjë, e kur hinë gjenet, të gjeneti duhet me ditë disa çështje, e para është se gjeneti dhe xhenemi janë të krijuara tani, edhe janë krijuara më herët, edhe nuk kanë më krijuar të ardhmen, si pretendojnë disa prej fraksioneve edhe që domethënë ndonjëherë veshën Islamit, edhe e dyta është se ky gjeneti edhe xhenemi është prej domethënë gjërave që nuk ka përfundim. Nga se kush ku me hinë xhenet, kush ku me hinë xhenem, ku më ardhë vdekja në fond personifikuar mes xhenetit dhe xhenemit, edhe ku mu prej si kurbani, edhe ku mi thonë xhenemnive, jetë edhe ma s'ka vdekje, edhe ku mi thonë xhenetlive, ma jetë edhe s'ka vdekje, që ma faktikisht keni me qenë për gjithmonë dhe për herë, në më thonë aty, edhe nuk ku me pas përfundim asaj i cili ka hinë xhenem, asaj i cili ka hinë xhenet, Allah në bëth për atyne që jem hinë xhenet, e kurse se në xhenem, e mas ndaj kanë dhe më thonë për xhenet se ka lumej, e ka dhe më thonë bukuri, cët ka në hadith vërtet për nga berit, se me kopshte, se realisht vetë fjala xhenet është kopsht, kopsht dhe më thonë të cët ka pem, edhe fruta, edhe lumej, dhe më thonë që asyri si ka pa, as veshi si ka dëgjuar, as mendja nuk i ka shkuar njeriu që ka me pas asi gjëra të mira, e do të jetë krye begatia e xhenetlive, është ajo që me po dhe më thonë Allahu Azza wa Jall, ashtu siç është në të vërtetën. Nga se Allahu Azza wa Jall na ka informuar përmes Kuranit dhe Sunetit se ka qenje, ka emra të bukur, ka cilësi të përsosura, mirë po prapë na ka thonë se faktikisht kjo që pjo informoj është diçka e pakt me kuptue realitetin kush jam unë, mirë po mos e mendoni më krahasu jo me krijesat apo me veten e juaj, nga se nuk jemi asgjë përbashkët unë me juve. Lejse kemithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir, ati nuk i përgjason askush, ai është domethënë i cili dëgjon të sheh çdo gjë, e nesër ditën e gjykimit kena me pa madhnin Allahut Azza wa Jall me realitetin se çysh është ai e kë me qenë gëzimi më i madh, domethënë për njerëzit dhe për xhenetlit, e këtë prapë marr një shembull për mendonjen e një fëmijë i cili ka është jetim, edhe i ka dek baba para se me lind. Ata shka fotografi ka mundësi me po sa do pak babën, po atër kur s'ka pas fotografi, qa kish me qenë gëzimi ma i madh të fëmis, veç me po që shdo këtë baba, që shkon baba. Baba është veç një sebeb që janë këtë botë. E gëzimi ma i madh ku me qenë kër të takojmë Allahun Azza wa Jall edhe këna po madhështinë e tina se si është
Allahu i cili na ka krijuar, na ka begatuar, edhe e lutim që të na fut në xhenet dhe të gëzohemi me këto begati. Për mos me zot, se ka shumë gjëra me fol në lidhje me këtë çështje, do të kalojmë në kushtin e 6 të imanit. Ajo është çështja e kaderit edhe përcaktimit të Allahut Azza wa Jall. Përcaktimi i Allahut Azza wa Jall është se Zoti ka ditë çdo sen, e ka shkruar, ndodh me vullnetin e tij dhe e ka kriju. Kjo është domosdoshmë me e përkufizuar se çka është kaderi në Allahun Azza wa Jall. Faktikisht 4 gjëra duhet me i ditë patjetër, se Allahu Azza wa Jall din çdo gjë, atë që ka kaluar, atë që tani, atë që do të vjen të ardhmen. Allahu e din edhe atë që nuk është sikur kishte me qenë që shka me qenë. Pa thjesht ditoria Allahut Azza wa Jall është absolute me ato që ka mundësi me ndodh, mirë pa atë që janë shumë kontradiktore edhe s'kan mundësi me ndodh, mirë pa Allahu Azza wa Jall i din çu kishin me kon ato kontradiktore. Kjo është dia gjithë përfshijëse e Allahut Azza wa Jall. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما قالنا القرآن وزوتي janë te ke përfshi çdo gjë me rahmetin dhe dijen tënde, se thash ditoria e Allahut Azza wa Jall është absolute, duke mos hyrë në detaje se çdo gjë që na shkon mendje për lidhje me ditorin, Allahu Azza wa Jall është absolute që e din, domethënë çdo gjë. Mirë, po jo çdo gjë që e din e ka shkruar. Zoti ka shkruar vetëm atë që ka ndodh. Për atë ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se Allahu Azza wa Jall kur e ka krijuar për herë të parë lapsin, ka thonë shkruaj, ka thonë çka të shkruaj, ka thonë shkruaj çdo gjë që të ndodh deri në ditën e gjykimit. Edhe kjo ka ndodhur 50000 vite para se me krijuar, domethënë njeriu këtë gjësi, edhe s'ka gjë në këtë botë vetëm se e ka shkruar Allahu Azza wa Jall se kur ka më ndodh, çysh ka më ndodh, kujna ka më ndodh, edhe kështu me radhë. Edhe e treta është çështja e vullnetit të Allahut Azza wa Jall, se çdo gjë që ndodh me vullnetin e Allahut Azza wa Jall. Nuk ka mundësi përderisa është Allahu Azza wa Jall, domethënë ajo fuqia supreme dhe sundimi dhe pushteti i tij është absolut, me ndodh diçka pushtetin e tij pa vullnetin e tij. As domethënë që ndodh me vullnetin e tij e don. Ose diçka që ndodh, domethënë e ka ndosht. Qofse themi, domethënë që Zoti këtë botë është shejtani i krijuar, domethënë që ato e dasht. Qofse janë pabesimtarët, domethënë që i don. Mirë, po çdo gjë që e ka krijuar Zoti, edhe pse në esencë nuk e don, pasojna shrihet një urësi për cilën Allahu Azza wa Jall e ka krijuar atë. Kjo është shumë rëndësi me kuptue, qofse kena mundësi me kuptu, se faktikisht kjo pse Zoti krijon me vullnetin e tij tregon se Allahu Azza wa Jall është absolut dhe pushteti i tij është absolut dhe s'ka mundësi me ndodh asgjë në pushtetin e tij vetëm se me lejen e tij. Mirë, po jo çdo gjë që e ka lejuar me ndodh, patjetër duhet me e dashur Zoti atë. Se realisht Zoti ka krijuar edhe xhenemin, edhe shejtanin, edhe të keqen, edhe sene për arsye, domethënë ursi që disa i dim, e shumë për tyre edhe ndoshta nuk i dim. Edhe e katërta që duhet me ditë në lidhje me kaderin është se Zoti çdo gjë ka krijuar, janë dy çështje. Është vetëm krijuesi edhe krijesa. Allahu është krijuesi, çdo gjë tjetër është krijesë. Po njeriu mund të më thonë, po unë jam që i bëj do punë. Po veç kuptoj edhe këtë rregull. Zoti krijon në mënyrë direkte edhe krijon në mënyrë indirekte. Allahu ka krijuar Ademin direkt me dorën e tij. Mirë, po prej tij e ka krijuar mos ndaj Havën. Thjesht e ka krijuar me ndërmjet përmes Ademit. Ama dyja janë krijesa të Allahut Azza wa Jall, edhe Hava edhe Ademi. Edhe ti këtë që po mendon që ti e të e bë, ai që të ka kriju ty, ai që të ka dhënë fuqinë ty, ai që ka dhënë vullnetin ty, ai që të ka dhënë mendjen ty, është Allahu Azza wa Jall, edhe pse e kemi një dozë, domethënë të lirisë për cilën do të llogaritemi që faktikisht veprat tu atribuohen ty, mirë po ti je krijesë e Allahut Azza wa Jall. E me përfundu këtë që mos me zotë është se ndonjëherë çështja e kaderit është goxha delikate, pra të thënë dietarët është mirë njeriu kur hyn këtë punë me hije me shumë kujdes që mundu mi kuptua që ka në ajete kuranore, hadithet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam
edhe që i kanë shkoqitur dietarët, mirë po mos më u zgjenu shumë sidomos në çështjen e qëllimeve të Zotit, urtësive tina, pse ka kriju këtë, për çka atë e kështu me radhë, nga se faktikisht që shtojnë dietarët është që si shtja e diellit, sa më tepër e sheh, aq më trubull të bëhet fotografia, e për atë edhe kemi shumë edhe hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka thonë fa idha dhukira al-qadar fa amsiku, kur përmend çështën e kaderit, kujdes çfarë po falni. Apo ka në transmetime nga sahabët edhe nga selefi ka thonë al-qadar sirrullahi fala nakshifuhu, domethënë kaderi është sekreti i Zotit që nuk e mundohem me zbulu, patjetër që mi kuptu gjërat 100%, vetëm që i dim dy gjëra. E dim që Zoti është i drejtë, se kërkon nuk e dënon, domethënë që se ka merituar, edhe e dim se domethënë Allahu Azza wa Jall ka ngritur argumente që njerëzit me pas domethënë mundësinë me zgjedh vërtetën që nesër mos me thonë që o Zot më dënove duke mos më dërguar argument. Por thjesht Allah ka dërguar pejgamber, ka dërguar libra, ka ngritur argumentin, edhe thjesht nuk i me pas arsye, mirë po bën i bindën që edhe Allahu Azza wa Jall është i drejtë, nuk e dënon askën i cili nuk e meriton. E kjo çështja se këta shikon e shpërblen, edhe me këtë po e përfundoj, është çështje kryk mirësie. Qoftë thjesht unë mendoj që ky njeri është i drejtë edhe e shpërblej, kjo është mirësia jamja. Qoftë mendoj që ky s'ka mësu edhe se shpërblej, kjo faktikisht është drejtësia jamja, se mirësinë ja japi kujt du. Ama me e dënue pa e meritu, nuk e dënoj askënd, edhe thash këto që është jenë pak më të koklavitura, vetëm do të mi kuptu që ato që i ceka ato 4 qerat, që me të i këtë ato mjegullat, që Zoti din çdo gjë, Zoti ka shkruar çdo gjë, Zoti çdo gjë që ndodh këtë gjësi ndodh me vullnetin e tina, dhe se Allahu Azza wa Jalla është ai i cili ka krijuar çdo gjë. Mirë po dhe mos e harrojmë se njeriu e ka një farë dozë të lirisë, e ka një farë dozë të punës së tina, për që në komë dhënë llogari edhe me të ose fiton xhenetin, ose rënë në Zot dënuat me xhenem. E lutem Allahun Azza wa Jalla që të na bën prej xhenetive, e kurse se prej xhenemnive. E lutem Allahun Azza wa Jalla që të na bën prej atyre që e shfrytëzojmë në Ramazan me vepra të mira, dhe Ramazani bëhet argument për neve, jo kundër neve. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.